Faleminderit Altin që erdhe shumë. Mirë se u gjeta knatësi e madhe. Operacione plastike kështu diçka s'ki. Una? Mos ne të kontrollu. Që bëni kontrolla e bojmë nuk është problem. Më duket nuk ka bërë. Që analizën nuk ka bërë? Jo. Ku pe din ti? Rullat. Rullat? Vrejen nga pak. Pak mos je frymë. Do po fryna, ke po si bëkfura po. Si preferoj. Faleminderit shumë që erdha Altin. Knatësi edhe për mu, faleminderit shumë edhe për ftesën. Nuk është hera por që jam këtu e di. Ata që e ndjekin emisionin, më kam marrë pjesë si këngëtar këtë emision. Jam krenar edhe nina shumë mirë kur vi. Do të gjidje për Altinin, bravo, faleminderit shumë. Shumë darsma, shumë ahengje. Puna ashtu. Vetë se kam fillu, tashmë i muin që shur prakt korriku dhe gushti e kem kohën e sezonës dasmave, mirë po, jem aktiv me ahengje, me projekte, me lounge, me punë jemi çdo herë aktiv. Kem të folë për histori dashurie dhe dalë në të të fakakona i treja ju? Nuk e di, tash për vetë këto agur. Ty, për vetë se në sajtet e kretë të marrë. A i dhe sikur ta ketë një martene, tani do thot që jo nuk jam. Pse? Të përbol të je? Normale. Dijet a i dhe. Mos po tute. Femra Altina Zere që i këshyre misionin hërë kemë na po, kemë na gjithë në papuqe. Ja, mos kite lashe e për ata. A e një të shka tha? Jo që gjumë po s'kam momentalisht, kështu që... Dhe më dhonë kjo i bjetë një farforme që... Rëni shliri, për ata pa probleme. Pik pytje. Pa. Dhe më dhonë nuk jenë lidhe? Ja, nuk jam lidhe. Pa, ke pos rast e erë me qenë lidhe, për shambull edhe me prish një dashëri dhe njëtën me bo kongë? Si çdo njeri që prish lidhja me kongë nuk është që bojna na, ta mën për atë temë, na bojna çka e pëlqen populli dhe çka e pranon populli. Gjithmonë e ka një temë, konga pa pos temë nuk realizohet, mirë po ato që e gjenë vetën të letë e merë kush donë si ajo e kalume jam ose e kaluara e kësaj ose dikuj tjetër. Mirë po na i bojmë projektet me shumë përkushtim, andaj s'moj me thonë që ja kom dediku dikujna deri sot një kongë ose në nishe. Po sa i të se e kështë kushtu një kongë? Po me që është edhe nga Shqipëria? Me aqë sa një, kështë më kushtu në i sem, po tash... Qka për shambull, sonde, me kënu diqka? Qka të ka dëshirë kja nuk është problem. Unë po t'alem në dorën tënde, preferoj të di shijet e tua. Qka të pëlqen ty ma shumë? Të gjitha më pëlqenjë. Për shambull në rëbë, zdi në më? Qfarë është më mirë a i të bëj? Qfarë është jafë të bëj më mirë? Unë jëmë këngëtar popullor. Popullor akoma më mirë. Prej baladave deri... Para se me kënu kongën dhe me thonë, ke morë shumë bakshishe këtë? Ka pos raste. Po ka pos raste. Edhe sot kena morë shumë pjesë në pra hengje në për... Zdi të gjumë të sa i denaj në bakshish. Familjare. Para në t'i kish mirë. S'kam lek. Pranore, ho. Apo e keni me euro ju këti? Po me euro. A që ka vesh fustan pa gjipa, dhe me thonë që s'kam lek. S'kam, po. Veç po mi mbushe se, për mbushe s'mbushe jo. Shumë bakshish ndorsëm. Po mi mbushe, po. Po mi mbushe, po. Kështu që kem pos raste, deri sot çdo vend ku kemi marrë pjesë. Cili ka qenë bakshishi më i madh, guzon me kallëzuar Altin? Nuk e kisha sugjeru. Domethënë për me bakshishin me shifra, mirë po kemi pos raste që... A ka rapur me kënu ndorsëm të ATG-s? Kem pos pjesëtar ty, ne, mirë po tash A ke guzu me morë bakshish pa i shumë faktur të rregull të resa? Bakshishi vjen ato për ato. Dokumentacioni... A ke posë rast më të donë për shumë ATG-ja bakshish? Po me vojnë ATG-ja, vojnë çdo njëri. ATG-ja për ndysh është administrata tatimore e Kosovës. Po na me ta e kem marrëveshjen që kur dorëzohen dokumentat ato figurojnë çdo sa. Bakshishi që vjen tash me deklaru mi dha Sandria çikash mi dha çikash. Mi dha ATG-s çikash se diçka tjetër. Mirë, po secili që vjen bakshishin për mua është nder, është privilegj, është kënaqësi e madhe, se në momentin që të ofron një bakshish, ti automatikisht atë personi të bën munim mirë. Edhe dyta po të nderon edhe po të ofron diçka me të ngrit ty edhe në punën tënde. Që kem raste, kem pos raste gjithmonë, në çdo vend ku kemi kënu, dikon është më i dop, dikon është më shumë mirë, po në çdo vend që shkojna e bojna vetë punë me atë pagesën që nisëm e që e kem, mirë po tani çka vjen mirë se vjen. Sa i kem më herët para se me kënu kongën për ty, Altini, për ta bëjë një pyetje të fundit. A je pro apo kundër operacioneve plastike? Nuk jam kundra.
Në momentin që ti ke një problem ose një diçka siklet të fytyra jote ose nuk ndihesh mirë, shumë mirë bëjnë që e bëjnë. Unë për vete nuk kam bërë asnjë gjë deri tani, për moshën që kam, jam Ju e okay. Shqipërisë për shembull ju kanë lakmi këto borxat tona, sepse zakonisht ju kur të vini për Shqipërisë vini të rrezeta bëj. Po unë di që këtu Kosovë jam më të rrezikshme se në Shqipëri. Je të rrezeta domethënë me ngjyrë, në trup. Ah, që bëjnë kështu solar. Po, ju jeni hazard domethënë. Ç'është haze? Bio. Ju jeni Po. Po, garant, po të se këtu flajnë plazh zakonisht. Ata Jo, po gjumë në në plazh. Unë kështu kam lindur. Po gjumja ju merr në plazh kur shkon. Jo, nuk më merr. Se këpshë rrezikshme. Jo, unë gjurën kështu e kam. Kështu më ka bo nona. Nuk shkoj të bëj solar. Okej, s'kena për alternazirën. Një kohë për Saidën. Një kohë për vete, rreth parë pastaj. Për Saidën më shumë.